Mirë se erdhët në Gjirokastër. Qyteti i gurt i shpallur trashëgimi botërore nga UNESCO. Një vend ku historia, kultura dhe arkitektura bashkëjetojnë në mënyrë magjike. Në këtë video do t'ju tregoj 5 destinacionet që nuk duhet t'i humbisni. Kalaja e Gjirokastrës. E ndërtuar mbi një kodër që dominon gjithë qytetin, Kalaja është një nga kështjellat më të mëdha në Ballkan. Brenda mureve të saj masive gjen shekuj historie, nga pushtimet osmane tek rezistenca gjatë luftës së dytë botërore. Në brendësi ndodhet edhe një muze ushtarak, ku ruhen armë të vjetra, artilleri dhe një avion amerikan që sipas legjendës u rrëzua nga ushtria shqiptare. Por më magjepse është pamja që nga muret e Kalas ke një panoramë të mrekullueshme të qytetit dhe të luginës së Drinos. Pazari i vjetër. Zbritja nga Kalaja të çon në një tjetër thesar, në pazarin e vjetër. Këtu kaldrëmi ka zë, u ndërtua në shekullin e 19 dhe pazari ruan stilin osman e arkitekturën tradicionale shqiptare. Në çdo dyqan gjen punime artizanale, që nga qilimat e endur me dorë e deri tek objektet prej bakri dhe argjendi. Nëse dëshiron një suvenir me shpirt, ky është vendi. Dhe nëse ndalesh për një kafe turke apo për një liko të ftohtë gjirokastrite, do të ndjesh mikpritjen që se gjen askund tjetër. Shtëpia muze e Ismail Kadares. Në një prej rrugicave karakteristike ndodhet edhe shtëpia ku lindi shkrimtari ynë i madh, Ismail Kadare. E restauruar me kujdes për t'u kthyer në muze, kjo shtëpi është një dritare në fëmijëri, inspirim dhe trashëgimin kulturore të Kadares. Brenda do të gjeni objekte të jetës së tij, dorëshkrime, botime të rralla dhe element arkitekturor që përfaqësojnë Gjirokastrën e vërtet. Shtëpi të ngritura me gur, dritare të mëdha, me pamje nga qyteti dhe detaje që tregojnë për një jetë të thjeshtë, por të thellë në përmbajtje. Sokaku i të marrëve. Në zemër të qytetit ndodhet një rrugice famshme dhe e pazakont, ajo e Sokakut. Ky emër intrigues ka lindur nga vetë banorët që thonë se vetëm i marri mund të jetonte në këtë qytet me rrugë të pjerta të ngushta dhe shtëpi plot halle, por edhe plot krenari. Sokaku është simboli i ironisë gjirokastrite, një shprehje e zgjuarësisë popullore që tall vetveten për të mbijetuar. Disa thonë se emri vjen nga vetmia dhe mendimet e thella të njerëzve që shëtisnin të zhytur në botën e tyre, por sot është një nga rrugicat më të fotografuara dhe më poetike të Gjirokastrës, ku historia, humori dhe filozofia popullore bashkëjetojnë. Tuneli Nostalgjia. Dhe për ata që duan të zbulojnë një pjesë më të errët e misterioze të historisë, ekziston tuneli i njohur si Nostalgjia. Gjatë regjimit komunist u ndërtuan shumë tunele në Gjirokastër. Ky tunel nëntoksor është vetëm njëri prej tyre dhe shërbente si bunker dhe vend strehimi për zyrtarët e lartë dhe qytetarët e thjeshtë në rast lufte bërthamore. Rreth 170 metra i gjatë, i mbushur me dhoma, korridore dhe kabinete të fshehta, ky vend të jep ndjesinë e paranojës së një epoke të izoluar. Një udhëtim në këtë tunel është një përballje me realitetin e një Shqipërie që sot është histori, por që nuk duhet harruar. Sot, ky tunel i epokës së komunizmit në Shqipëri mbart në vetvete shumë histori, që datojnë deri në 3000 vjet. Objekte të periudhave të ndryshme i gjeni të ekspozuara në brëndinë e tij. Gjirokastra nuk është vetëm një destinacion turistik, është një udhëtim në kohë, në kulturë dhe në shpirtin shqiptar. Nëse nuk ke qenë ende, tani e di se çfarë nuk duhet të humbasësh. Na ndiq për më shumë video si kjo dhe bëj subscribe në kanalin tonë për guidat më të bukura në Shqipëri.